Pas debatit të zhvilluar në distancë për akuzat se në Britani 1 në 50 shqiptar ndodhet në burg, deputeti britanik Nigel Farage ka pranuar ftesën e kryeministrit Edi Rama për të vizituar Shqipërinë. Krahas një video që ka ndarë në rrjetet sociale teksa i qëndron me kokfortësi akuzave të tij, Farage bën me dije se do të diskutojnë kthimin e të burgosurve duke këmbëngulur se ka fituar bastin dhe se kryeministri Edi Rama do të duhet të marrë mbrapsht të gjithë të burgosurit shqiptar, ashtu sikurse edhe ka deklaruar disa ditë më parë. E pranoi ftesën e kryeministrit Edi Rama për të vizituar Shqipërinë. Si i ftuar nderi, do të diskutojmë kthimin e të burgosurve, ka shkruar Farage krahas videos në të cilën rithekson komentet e bërë më parë. Kreu i qeverisë shqiptare i është përgjigjur përmes një postimi në rrjetin social X, ku ka theksuar se po vijon dhe po thellon më shumë gabimin deputeti britanik. Rama thekson se i referohet të dhënave zyrtare të ambasadës shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar, duke sqaruar se numri i shqiptarëve në Britani nuk është 53.000, siç është përmendur në analizën e Telegraf, por mbi 300.000. Duke quajtur retorikën e Farage një propagandë post-Brexit, ai nënvizoi se pretendimet e tij nuk janë statistika, por taktika të frikshme që shiten si të dhëna. Britania tashmë është e madhe, jo më pak fal diversitetit, rezistencës dhe forcës së saj multikulturore, një kom në stres politik post-traumatik, nuk ka nevojë për kokë turku, por për të vërteta dhe jo mite, shkruan Rama. Në fund të mesazhit të tij ai drejtohet Francës që ai ta vizitojë Shqipërinë dhe të frymëzohet të luftojë me ide jo kundër njerëzve. Ai erë pret si të ftuar nderi në vendin tonë të bukur, por para se të shijojë diellin e vërtetë dhe mikpritjen e shqiptarëve, Rama thekson se duhet të bien dakord që të flasin me fakte, jo fantazitë e tij. Përplasja në distancë nisi pas reagimit të ashpër të Farage lidhur me një deklaratë të kryeministrit Edi Rama në The Guardian, si plani i Keir Starmer për të dërguar azilkërkuesit jashtë vendit tregon se Britania post-Brexit ndodhet në një vend shumë të errët. Farage u përgjigj përmes një interviste në mediat vendase ku tha se në Britaninë e Madhe shqiptarët janë aktorët kryesorë në kriminalitet, duke pretenduar se 1 në 50 shqiptarë janë në burg. Kreu i qeverisë shqiptare e sfidoi në një përmballje shifrash reale, ndërsa u zotua se nëse pretendimi i tij rezulton i vërtet, atëherë ai do të marrë të gjithë në Shqipëri. I bindur se shifrat e Farage nuk qëndron, Rama tha se nuk pret të marrë nga ai një ndjes, por e ftoi që të vinte në Shqipëri dhe të njihte vërtet popullin shqiptar. Pasi deputeti britanik reagoi duke thënë se në fakt ishin në burg 1 në 48 shqiptar, Rama e kundërshtoi sërish, duke thënë se 1 në çdo 100 shqiptar janë të arrestuar, për shkak se numri i shqiptarëve në Angli është mbi 140.000 dhe jo 53.000 siç pretendon Farage.